U nis për në shkollë, u kthye në qefin. Forcat izraelite vrasin një vajzë palestineze në klasë. Një vajzë 9 vjeçare palestineze, Ritaj Abdulrahman Rihan, është vrarë nga forcat izraelite teksa ndodhej në klasë në qytetin e Gazës më 9 prill 2026. Sipas raportimit të Middle East Eye, Ritaj po zgjidhte ushtrime matematike gjatë orës së mësimit në Beit Lahia, në veri të Gazës, kur u godit nga zjarri i Izraelit. Vajza u qellua në kokë nga forcat izraelite të vendosura pranë zonës, ndërsa ndodhej në klasë së bashku me rreth 40 nxënës të tjerë në shkollë. Ajo dërgua me urgjencë në spital, por u shpall e vdekur para se prindërit të mund t'i jepnin lamtumirën e fundit. Çdo ditë të dërgoja vajzën në shkollë që të mësonte si çdo fëmijë tjetër në botë, tha baba i saj, Abdulrahman. Sot vetëm një orë pasi e lash në shkollë mora lajmin se ishte vrarë. Nuk e kisha menduar kur se do ta merrja një lajm të tillë nga një vend mësimi. Familja jetonte në një tent të improvizuar pasi shtëpia e tyre ishte shkatruar nga sulmet izraelite. Pavarësisht kësaj, ata këmbgulën që Ritaj të vazhdonte shkollën duke bërë çdo ditë rreth 1 kilometër rrugë në këmbë.